Ngjarje rënd në Kosovë, makina përplas për vdekje 4 vjeçarin. Ditën e djeshme një fëmijë rreth 4 vjeçar ka humbur jetën tragjikisht në Ferizaj. Sipas zyrtarit policor në rajonin e Ferizajt, Kanun Veseli, fëmia është goditur nga një vetur në fshatin Dardani në oborin e shtëpisë, teksa shoferi makinës ka lidhje familjare me viktimën. Më datë 22/6/2025 e rreth orës 18:45 nga stacioni policor në Viti. Jemi njoftuar se në ambulancën e fshatit Pozheran është dërguar një fëmijë rreth moshës 4 vjeç i cili është konstatuar pa shenja jete nga mjeku kujdestar. Dyshohet se fëmia është goditur nga një vetur në fshatin Dardani në oborin e shtëpisë, ndërsa shoferi ka lidhje familjare me viktimën, thuhet në përgjigjen e Veselit. I dyshuari shoqëruar në stacionin policor në Ferizaj, ndërsa në vendin e ngjarjes ka ndalë një sitet përkatëse policore për të ekzaminuar vendimin. Për të gjitha veprimet policore është njoftuar prokurori i shtetit, i cili ka urdhëruar inicimin e rastit. Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm dhe shoferi veturës është ndaluar në mbajtje për 48 orë.